Sa kohë ti s'po ma pranon. Në momentin që Bashkimi Evropian thot, po ti mundesh me fut mish në Bashkimin Evropian, atëherë ti s'mundesh me marrë ma nga ato vende që Bashkimi Evropian nuk e lejon. Kështu që në këtë kontekst nuk e kemi këto lloj detyrime. Në qoftë se do të merrej në këtë lloj konteksti që ne po hym Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Evropian nuk e lejon dhe prandaj edhe ne s'po e marrim, kjo është komplet e gabuar. Kjo është me cënu industrinë tonë, sepse përsa kohë ti nuk përfiton nga benefitet e eksportit në Bashkimin Evropian, atëherë nuk ke sepse të mos përfitosh nga benefitet e të qenurit jashtë. Por kjo është ma tepër mas në linearizim me standardin që ne kemi vendosur këtu e para 20 vitesh, që për të garantuar sigurinë e konsumatorit tonë, do marrim atje ku autorizon BE-ja. Ku autorizon BE-ja. Granit, për sa kohë është ka lindur në vendet e Bashkimit Evropian ky problem me mishin nga Brazili deri tek vendimarrja që ndalon importin? Edhe rregullorja e fundit e Komisionit Evropian, cilës i referohet edhe Shqipëria për ndalimin e mishit nga importi, mishit të gjedhit dhe të pulës, duhet sa saktsojmë, deri nuk do nuk preket deri. Deri nuk preket. Të paktën sipas rregullores, unë nuk e di sepse ne nuk kemi akoma një urdhër ministri të jetë bërë publik dhe të jetë i detajuar që i qohet Autoriteti Kombëtar të Ushqimit dhe akuja më pas që nisi operatorëve të biznesi që importojnë nga Amerika Latine e veçanërisht nga Brazili apo dhe shtetet tjera, por rasti konkret është Brazili. Nuk ka një kohë të caktuar, siç e thotë rregullorja, është diku 70 faqe, edhe sot po e shikoja në fakt, dhe cilët do i referohet ky urdhër që pritet të dalë zyrtarisht shumë shpejt, por sigurisht Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, që është EFSA në këtë rast, kryen disa studime. EFSA nuk është autoritet inspektues, kontrollues, por është autoritet shkencor. Dhe sigurisht ata bëjnë vlerësimet e duhura dhe është vendosur që nga Brazili, për shkak të përdorimit të disa medikamenteve veterinare, të cilat janë qoftë antimikrobial, qoftë për të rritur masën muskulare, vëllimin, pra peshën e kafshëve që shiten apo edhe shpendve në këtë rast, të ndalohet importi nga Brazili. Siç e tha edhe zoti Zusi, ne nuk importonim produkt të pasigur deri tani, që nga 2006 Gjana ka qenë mos gabojnë atë kohë. Ministri i Bujqësisë 2005-2006. Po, 2006 është urdhri i Gjanës që lejonte importin nga Brazili nga stabilimentet miratuara nga Bashkimi Evropian. Pra raport me cilësinë, me sigurinë e produktit kemi qenë njësoj. Kur merr vendim BE-ja, pra mbas shumë kërkimeve, qoftë edhe shkencore, të informacioneve që vijnë nga Brazili e tjera, nga Amerika Latine, është vendosur, pra ndoshta shtuar përdorimi i këtyre medikamenteve në këto periudhë e fundit. Në vitet e fundit dhe është marrë ky vendim. Megjithatë, ndoshta ky vendim mund të jetë i përkohshëm, sepse mbas 2 vjetësh Brazili eliminon gjithë përdorimin e këtyre. Dhe rikthehet eksporti, pra importi nga Brazili i këtyre i gjedhit dhe i pulës. Në fakt, urdhri rregullorja e BE-s flet edhe për mjaltin, akuakulturën dhe për zorët e viçën, mos gaboj, këto ndalohen, nuk ndalohet gjedhi, nuk ndalohen derrat, por vetëm këto që përmendem. E kemi një statistikë të përafër se sa përqind të tregut shqiptar zë ky import i mishit nga Brazili në këtë periudhë? Mbi 25%. Mbi 25%. Në vjenin time, statistika më saktë. Unë nuk jam marrë konkretisht me mishin, si vjet jam marrë me mishin e importit në Kosovë nga Brazili, sepse ka i problem dhe ne do të rrezikohemi prapë, edhe nëse ne ndalojmë nga Kosova, sepse në Kosovë mishi i Brazilit shkon në mënyrë të pakontrolluar, në kuptimin nga stabilimentet pa miratuara nga Bashkimi Evropian, mes 2 ministrive nuk ka kurrfar marrëveshje, sepse Brazili nuk e njeh Kosovën si shtet, pavarësinë e Kosovës, dhe nuk ka kurrfar dakordësi mes 2 shteteve. Mes 2 qeverive. Dhe është lënë gjithmonë në mënyrë, megjithëse ka edhe atje një bazë ligjore, e cila nuk është zbatuar kurrë, dhe kjo do të na rrezikojë sepse vinë me qindra ton mish nga Kosova, nën produkte mishi nga Kosova, të cilat në fakt në dokumenta shkruajnë Made in Kosova, por referuar edhe zonave importit, eksportit dhe referuar çmimit, ai është lehtësisht i dukshëm që është produkt Brazili. Kemi informacion që vendet e nëse nuk ndalohet, nëse nuk do merren masa për importin nga Kosova, jo për ndaluar. Kosova ka drejt të eksportojë në Shqipëri, por produkt me dokumenta origjinale për të vërtetuar origjinën e produktit mish apo çfarë do të jetë në këtë rast. Sepse deri tani unë dyshoj që janë falsifikuar. Meqense Graniti mësolli shembullin e Kosovës.
Kontrabanda, po do të ndalemi se unë jam i sigurt që do të na pyesa do ndikoj tek çmimi pastaj. Patjetër. Po ja të ezaurojmë këtë pjesën, meqense Graniti solli shembullin e Kosovës. Kemi dieni që Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia apo Bosnia janë në këtë linjë si Shqipëria që ta ndalojnë mishin e Brazilit apo nëse kanë import, nuk jam i sigurt. Atëherë, pra është një vend Serbia ka pas gjithmonë ndaluar sepse Serbia ka ato politikat e veta proteksioniste të prodhimit vend. Serbia gjithmonë nuk e ka lejuar mishin e Brazilit për t'i dhënë fuqi tregut vet vendas. Dhe madje jo vetëm mishin e Viçit, pas mishin e derrit nuk e pranon Serbia sepse don që të mbajë industrinë e vet dhe shumë mirë bën. Kështu që nga Serbia nuk ekziston ky lloj rrezikut. Malizi, në mos gabofsha, është i linearizuar me Bashkimin Evropian dhe nuk ka gjasa që të kemi dumping, po themi edhe nga Malizi, po kështu edhe Maqedonia shumë rigoroze në këtë. I vetmi rrezik mund të jetë rasti i Kosovës.